Live from Tirana në Top Albania Radio. Ju ripërshëndes nga pjesa e dytë të Live from Tirana, 11:10 orë eksakte në këtë moment e martë 23 dhjetor 2025 dhe që një produkt televiziv ose çdo gjë në televizion dhe jo vetëm në fakt të shkëlqej, të gjitha hallkat janë të rëndësishme. Edhe do të flasim pak për Big Brother VIP, por jo çfarë bëjnë të gjithë, se të gjithë tashmë fillojnë mirë, po kush e puth me kë, kush e zon me kë. Domethënë, do ka një hallk shumë të rëndësishme. Shkëlqimi i tyre në të dukurën, pra jo nga çfarë flasin, se ajo i përket tërësisht individëve të programit, por vajzat e këtij edicioni në Big Brother janë komentuar dhe kanë shkëlqyer shumë me veshjet e tyre. Kam tashmë në studio për të diskutuar kush më mirë, kush më pak mirë, sa të larta janë premisat që të vishën bukur këtë edicion vajzat e Big Brother VIP, edhe me sa ai ka parë këto 24 orë në digital, a ka ruajtur ritmin, dhe sidoqe stilist dhe gjithashtu kurator, është termitur imazhi, kurator imazhi në top channel. Mirë se vjen program. Mirë se të gjeta, thank you shumë për ftesën, gjithmonë kënaqësi. Edhe do flasim, do themi gjëra të bukura. Yes, overall. Çfarë note i vë Big Brother natës së parë, jo nga kontenti, por nga mënyra si kryesisht gocat, po do merrem pak me çuna tu veshën në natën e parë, ai kishte dhënë rëndësinë e dur, ai kishin tepruar, kush nuk kishte investuar shumë. Mendoj që nata e parë e një prime time aq të rëndësishëm sa që është Bigu, mendoj që asnjëherë nuk është too much, pra mendoj që gjithmonë ti mund të eksplorosh, jo domosdoshmërisht me dixa me gura, siç njerëzit mendojnë që e kaluara e masës është. Është okay të investosh në është okay të investosh edhe të kesh është qasja jote e parë me publikun. Domethënë ti duhet të jesh në top formën tënde. Mendoj që ka qenë një dalje shumë e mirë për gjithë banorët, pra secili kishte hapësirën e dedikuar për veshjet e veta, pra ne i kemi dhënë maksimumin e energjisë tonë që ata të shkëlqejnë natën e parë, po jo vetëm edhe në vazhdim. Edhe mendoj që ka qenë një dalje e mirë për ta. Nëse do thoja një notë, do thoja 8 nga 10, se gjithmonë kur ti punon dhe e prek vetë gjën, mendoj që asnjëherë nuk je i kënaqur dhe shikon çdo detaj dhe çdo grisje të vogël që ka nëpër fustane. Siç ishte rasti i Brikit për shembull, që kishte një fustan fenomenal, por që fustani ishte grisur teksa po e vishte. Vërtet? Po. Po njerëzit nuk e kanë kuptuar se ka pas disa shenja të vogla grisje që janë ndukur në ekran, por që kush nuk e dinte, nuk e burire. Që e pash me lup, se duhet ta shija me lup, këtë gjë për shembull nuk ikte vëmendja diku tjetër, edhe askush nuk e vinte re. Kjo do të thotë që është okay, domethënë që të ketë pasur këtë lloj problemi dhe publiku të mos e ketë vënë re. Po, mendoj që është okay. Domethënë mund të jetë ajo është një imazh fantastik, ajo është për mua ndër vajzat më të bukura që është në edicion Big Brother, edhe është vërtet edhe bombastike. Do vishte, do dilte shumë bukur. Më ka bërë shumë përshtypje në fakt edhe Lorea. Lorea me një stil që shpesh herë kemi parë duke guxuar, duke qenë më ekstravagante, kishte zgjedhur që të ecte në një linjë safe, por që më pëlqeu sepse ishte me kostum, me çizme, ishte një version ndryshe i një goce në Big Brother. Un kam pak kujt? Fan klubit, çfarë notë i vë? E para një shumë urime për fan klubin. Veshjes. Për shembull Ariani, Francesca, Chiara, se di që i investuar goxha dhe aty. Tani Chiara më pëlqen shumë. Chiara ka një stil që më thuaj një herë një notë, më pas do t'i marrim të gjithë me radhë edhe arbrin. Do them notën dhe pastaj do justifikoj. Do i vija 7 nga 10. Edhe 7-ën e ka fal Chiarës. Pse? Jo se jam unë stilisti që e vesh Chiarën momentalisht, po mendoj që ishte Fan Clubi është një emision shumë triki. Domethënë ti duhet të zgjedhësh veshjen e duhur për atë orar që ai transmetohet, edhe duhet të jesh pak më diel, po, domethënë publiku që po të shef mund të jetë me bizhame, mund të jetë duke bërë drekën, e ti duhet të jesh pak më afër tyre, jo shumë në distant, siç mund të jetë prime i Bigut për shembull. Dhe Chiara mendoj që ishte në linjën e duhur, me një ngjyrë shumë të bukur për të nisur një rrugë shumë të gjatë që ajo ka përpara, siç është e bardha. Edhe brendi që ajo kishte ishte një brend fantastik që personazhet zakonisht nuk pare e veshin në ekran, që është YSL, pra Saint Laurent. Okej. Nga ana tjetër Francesca më pëlqeu shumë, po siç ja thash edhe asaj pak kështu në backstage, mendoj që më rri aty se dua të analizojmë ku ishin të mirat e ku gabimet që nga Prime i datës 20 deri tek fan klubi datës 21. Do të shkojmë në publicitet dhe më pas të kthehemi në studio për ju
që na dëgjoni do mund ta rishini këtë program në YouTube, ndërsa ju të tjerët urgjent tek Digitalbi në kanalin numër 10 se mund të na shihni me audio dhe video dhe do t'i komentojmë me foto një pas një. Shkojmë në reklama, rikthehemi shpejt në program. Transmetim të drejtë për drejtë për të komentuar tashmë një pas një me foto në studio për ju që do na ndiqni nëpërmjet Digitalbit si u veshën banorët, vajzat e natës së parë të Big Brother VIP. Eci me foton e parë, regjia më ndihmon, mi vendosi edhe në preview, ju lutem tek monitori përballë meje. E para është më ndihmo, është Brikena. Pompoze, glamoroze, edhe një fustan e gjatë, po edhe pjesë ndryshme të trupit që i duken, tani na fal për fotot, po. Jo, s'ka problem, se e vizualizoj të gjithë figurën. Briki më tha që ky fustan i është qepur në trup, prandaj ka këtë pamje dhe prandaj duket kaq bukur, se është bërë posaçërisht për të. Ishte fustani i qepur për Brikin. Po, ishte i qepur për Brikin dhe me sa më tha ajo, sepse unë ishte i qepur në Kosovë, i është qepur në trup fustani, pra që ti rinte perfekt dhe çdo linjë ti dukej ashtu si duhej. Mendoj që ka qenë një zgjedhje shumë e mirë e Brikit, ka goditur, është ndër banorët e vetme që është komentuar për veshjen, pra që ka bërë bujë dhe mediatike, edhe mendoj që e mori vëmendjen siç duhej. Mendoj që ishte një veshje shumë e mirë për të. Edhe drejtën veshja e Brikit, edhe s'është as pak stili im, shëndet, fjalë vërtet. S'është as pak stili im, por jo, nuk është stili im, po mendoj që kësaj i ri shumë mirë. I rinte, vërtet, edhe fakti që ishte marrë të gjenezezë, pas e hoqë, unë mendoj që na i zbatoi këshillën se i tham të lutem mos hyr brenda shtëpisë me peliçe dhe e hoqi peliçen dhe hyri vetëm me fustan. Po pra dhe ju sukoj shumë bukur. Shkojmë tek foto e radhës që i bie të jetë regjia ndihmon Xhodi Skura. Po. Xhodi është shumë nice personazh. Xhodi ka shumë stil, se un kam punuar me Xhodin dhe me brandin e saj, kam vesh disa reglin, po, njihemi personalisht. Mendoj që mund të kishte pas një zgjedhje shumë të guximshme. Nuk e di pse në mendjen time do ishte me ndonjë pallto të madh dhe me ndonjë gjë, siç edhe ka stilin e brandit saj, po që ky fustani ishte realizuar shumë bukur, se unë e pash dhe nga afër, ishte safe option. Do të thënë Xhodi ishte një Marilyn Monroe, po edhe pak nga stili flokëve. Po. Se edhe kur folja me Florin me Henrin, këtë vibe donin t'i jepnin se i ri shumë mirë. Mendoj që ishte okay, jo ndonjë gjë wow, por ishte i bukur si fustan. Qartë, mirë, ecim tek banorja e radhës, regjia më ndihmon që i bie të jetë Lorna. Një fustan e gjatë, çfarë ngjyre i bie të jetë kjo? Lorna, by the way, më ngjan pak me Lady Gagën, nuk e di nëse. I sigurt? E diti me kë më ngjan Lorna mua? Me Rick Rocin? Jo. Me kë? Pamja, zëri më ngjan me Jacqueline Gjollën. Jo, po. Është fiks, po, është e vërtetë. Në natë më duk një déjà vu, sikur Jacqueline Gjolla ishte rifutur në Big Brother. Të betohem. Po, se di. Jo, është e vërtetë. Edhe më kanë dalë ca video në Instagram dhe kam thënë, ka hyrë Zhaku, pastaj kam thënë, prit se është Lorna, se me emrat janë pak kështu rënd. Ky fustani personalisht më pëlqen fare. Po, kështu fare. Madje ne kemi tentuar që këtë fustanin t'ia ndrojmë Lornës, thjesht Lorna nuk u bind kurrë edhe ne you know what, shumë që nuk është bindur. Më pëlqen fakti që nuk është bindur. Më pëlqen fakti që nuk është bindur. Se tregon shumë për ecurinë e saj në lojë, që nuk i bindur të gjërave lehtë. Shiko, edhe me Brikin e tentuam të njëjtën gjë që ta ndrojmë fustanin, po energjia që Briki kishte, mënyra se si Briki fliste për gjithë punën e palodhur të njerëzve që e kanë realizuar fustanin, na bindi që kjo gjëja mund dalin në ekran. Kurse Lorna nuk kishte asnjë arsye. Thoshte, ky fustan është një diva, ky fustan është, domethënë diva ishte një term që e përdorte gjithmonë. Po, e kishte përdorur edhe në klip. Edhe në klip. Unë jam Lorna Hyrsa dhe jam një diva e vërtetë. Po. Unë nuk mendoj që ishte fare si një diva, më shumë ishte si, nuk di, sikur këtë fustanin e kishte blerë te medreseja, i qepur në mënyrë skandaloze, se unë e ndihmova të priste pak ca copa që i kishte në fustan, nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen. Po këto ti do thuash ti me dy standarde që këtej ja aprovon dhe këtej nuk të pëlqen, ndonjëherë duhet bërë ca kompromise për hir të gjithë gjërave. Po, patjetër ka qenë atyre parë. Po, edhe doja që të ishte rehat. Bashkë me Malvin, që është kolegja ime, nuk ishin fare dakord për këtë veshje, po kompromiset duhen bërë ndonjëherë. Qartë, shkojmë tek foto e radhës, regjia më ndihmon dhe është 3, 4, 5 Selin. Po. Kjo nuk ishte veshja e Selinit, se kishte një fustan kaf, një kështu fustan me gërsheta, po s'ka gjë se njerëzit e dinë se e kanë parë.
Selini më Po këtu duket më duket ka qenë duke kur ka bërë grimin. Okay. Kur ka bërë grimin për Se nuk e di. Nëse Selini më pëlqen, është me zëre kam pritur se unë kam edhe mikesh jashtë. Jam shumë mendoj që do japi shumë në këtë edicion të Bigut. Thjesht kam frikën që njerëzit do e gjykojnë pak. për arsye që Se më duket pak jo më duket, mua s'më duket se unë e njoh, po ka një vibe të ngjashëm me Dea Michel. vërtet? Po më jep të njëjtën, është në të njëjtat ujëra, mendoj. Edhe mendoj që sfida më e madhe që do ketë Selini është që të distancohet, është që të distancohet nga figura e Deas. Dea është super goc, I love her. Thjesht ajo do të ketë personalitetin e vet, nuk do të jetë dikush tjetër. Mendoj që mund të keq kuptohet në Big. Mendoj që po. Dgjoj, e di çam më përshtypje, domethënë që në natën e parë i ktheu një përgjigje shumë interesante Armirit se tha në në mendjen tënde je mbret. Dhe ishte një përgjigje shumë e holl, shumë fine. Ishte bërë viral edhe në TikTok. Veshja apo ishte një veshje balerine edhe s'kishte. Po, veshja e hyrjes ishte veshje balerine, por pastaj ajo ndrua, kishte një fustan tjetër që ishte touch by desit te fustani tjetër. Shumë nice, gërshetat kanë qenë shumë in. Është një fustan kaf me gërsheta i derdhur. Ja ta tregoj unë direkt. E ke në celular? Po. Fustan kaf i derdhur, mos e ke fjalën për këtë? Dison, po. Mund ta tregosh pak nga kamera këtej, te kjo kamera këtu. Okej. Vetëm kujdes mos nxjerr ndonjë gjë që nuk duhet. Jo. Kështu që nice. Kam shumë inat të komentoj punën time, po më pëlqen Selini. Domethënë do jetë një aset shumë i mirë për shtëpinë. Do e çoj, domethënë Bigu i Shqipërisë me stilin e Selinit do duket si një Big Italie. Domethënë do ketë këtë qasje. Mirë, do janë shumë edhe për të parë dhe sonte. Po. Se jashtë i keni ndihmuar ju, i kanë ndihmuar të tjerë, kanë pasur kohë. Ta mirë mendojnë gjë. Jam shumë kurioz si do të vishën sonte. Shkojmë tek foto e radhës, regjia më ndihmon për banorin Lore. A është kjo veshja apo jo? Po, kjo është veshja e Lores. E qepur nga Enadat Nikola, edhe ishte e qepur mjeshtërisht bukur, domethënë un pata mundsinë ta veshje këngëtarësh. Po. Domethënë ishte shumë nice. Një gjë që edhe un do e kisha vesh po tisha në Big Brother. Domethënë një gjë shumë cool, po ti je ides për këto veshje që nuk të ekspozojnë asgjë, pra as dekolte, as Po jam, nuk jam në një fan si madh i të ekspozuarit shumë, edhe shpeshherë dhe jam kritikuar për këtë. Po mendoj që Lorea është shumë e bukur, ka një fytyrë, nuk di, fantastike. Edhe sytë e saj, domethënë nuk kanë nevojë fare për evidentime shumë të mëdha të trupit. Më pëlqen kjo veshje dhe shumë në stilin tim. Qartë, mirë, shkojmë tek foto e radhës për të komentuar yjet e këtij edicioni. Që është Treshja fantastike. E di çfarë, do të shkojmë në reklama dhe do të komentojmë pas pak arbrin që rri gjithmonë safe, daljen e parë të Monika Kryemadhit dhe kostumin e Ledion Liços, i cili me të drejtën duhet të thënë që her pas here surprizon, pra nuk është gjithmonë siç është arbri që ka gjithmonë atë kostumin nuk është në ujëra të njëjta, po me papion, e të gjitha me radhë. Reklama dhe do të më analizosh yjet e prime time-it. Në Live from Tirana, se si një arush me 4 këlysh është parë para ditën e sotme në Kukës, por gjithashtu po lexoj, po është një lajm tjetër shumë interesant desi, që një ujk filmohet duke vrapuar në mes të fshatit në Kukës, pas kanë shpërthyer ujqërit dhe arinjt në Kukës. E lam tek Arber Hajdari, Monika Kryemadhi dhe Ledion Liço në të paraqitjen e tyre të parë, gjithmonë flasim në aspektin e imazhit, pra e nisëm me Arbrin, që besoj kem shumë pak për të komentuar me Arbrin, domethënë në këtë aspekt. Zot, më duk si një déjà vu tani se edhe një herë bashkë kemi qenë në gjithë bisedë për Arbrin edhe s'kemi ditë çfarë themi. Po Arbri është nëse peshën e ka të fjala patjetër. Është i 5 vit që ai është aty edhe nuk është. Thjesht nuk eksperimenton. Nuk vishet keq, po. Mendoj që edhe pak posti që ai ka, fakti që drejton një fondacion, kjo domosdoshmë bën të duket pak më serioz dhe natyrë pak më safe. Po këtë vit më ka thënë që do që të jetë pak në ngjyra. Do thënë të tipit ngjyrën që ka vesh Ledioni për shembull, lirisht mund ta vesh edhe Arbri, se why not, i shkon shumë i ka tiparet e errta. Kështu që nuk kemi çfarë themi shumë për Arbrin, se është nice, është safe, bukur, pastër, qartë.
Shumë kurioz jam për paraqitjen e parë, ma vendose pak foton në regjia full screen të Monika Kryemallit. Ma shpjego pak fustanin, unaza e saj në gishtin nëse do të ishte Dora Maj, do të ishte gishti i martesës, po jo, është nga gishti djallë, një unazë bukur, ma vendos një herë marrë, lutem, full screen, taka të zeza. Kur e takova Monikën te hoteli, veshin e dia paraprakisht, kishte një fustan velvet të zi, edhe velveti është shumë Se Monika në hotel ishte? Po, jo, u grimua aty, duke qenë se çunat ishin gjatë hotelit duke grimuar me anor. Po, për ato që nuk e dinë procedurën. Nuk ishte izoluar, jo. Jo, nuk e kuptojnë. Po, ishte thjesht në një dhomë duke u bërë gati. Më thënë ishte thjesht për fleksibilitet. Velveti është shumë trend, është rikthyer fuqishëm, edhe mendoj që është zgjedhje shumë e mirë. E ziza pastaj patjetër që është shumë e bukur, dekolteja, një dekolte mbretërore, edhe fun fact, bijut më tha që ja ka zgjedhur vajza e saj. Pra kur unë e pyeta çfarë bijush do kemi sot, më tha nuk e di, sepse do mi zgjidhi vajza, dhe do jetë surprizë për mua. Edhe është shumë mirë vajza, bravo, një stiliste. Flokët? Po, si primadona, ishte fiks që ta legjon. Flokët vetëm në një plan mbrapa i dukeshin ca qime të ngritura, që unë i vura re, po nuk isha çaj bëja se ishin shumë të llakosura, ishte gur, domethënë gjithë gjëja. Flokët shumë nice, është një grida duma në version short hair, domethënë ai volumi i madh këtu përpara, më jep një vibe të gridës në posturën e gjëra, po as pak në stilin e gridës, edhe takat pastaj minimaliste me gurat silver që i ka dhe në bijuteri. Shumë kurioz jam çdo të veshi Monika sonte. Mendoj që Monika i kishte thënë vajzës mi gjej bijut silver, se s'kishte mundësi të ishte një rastësi bijut silver, takat me detaje silver. Do të thënë, mendoj që ka pas diçka në dorë edhe Monika. Ke biseduar me Monën këto ditë? Domethënë po, Monika ka një garderob shumë të gjerë, edhe mendoj që puna këtë vit me Monikën do jetë shumë nice edhe e thjeshtë. Se ajo thjesht na kërkoi që ne thjesht i themi vish këtë sot dhe ajo do e bënte. Pra ajo e ka veshin ndërsa do të konsultohet me ju. Po, kishte garderob shumë të gjerë dhe shumë të investuar, kështu që po. Bravo Mona. Pastaj Ledioni unë stilin e Ledionit e kam shumë qef, mendoj që është ndër prezantuesit që vishet më mirë në Shqipëri edhe jo vetëm. Shumë nice, shumë bukur, xixa aq sa duhet, rëndësia aq sa duhet. Kopsa i ri pak e ngusht, do evitoja si detaj, po mendoj që është shumë bukur, është pastër. Qartë, mirë, kalojmë pak tek besoj na ka ngelur yjet të drekës. Se di kush na ka ngelur. Yjet e fanklavit Ariani, Francesca dhe Kiara, por dua të shohim foto. Kiara Tito. Çfarë është ky kostum? Pra, ma shpjego pak pse ngjyra dhe pse i rinte kaq bukur, se me thon drejtën i rinte realisht. Po, i rinte shumë bukur. Mendoj që edhe erësimi që Kiara ka bërë te flokët, se në portokalli ka qenë pak më bjonde, e ka transformuar gjithë gjën. Unë e thash edhe pak më herët që është një emision pak i vështirë, nuk është dashje thjesht ta duket, për të pasur një rezultat që do jetë dhe ai shumë i bukur, por në të njëjtën kohë diçka pak më sportive nga ç'im mësuar të shikojmë. Kjo ishte dalja e parë dhe unë doja që Kiara me patjetër të kishte material silk, se silku është shumë bukur duke realisht. Po, ka shumë sy në ekran. Dhe duke pastër, pra asnjë gjë ngarkuar, po. Plus kur vishesh me brende, e kam thënë dhe herë tjera, është shumë e vështirë që ti të gabosh. Domethënë je safe si arbri, por dukesh dhe bukur. Nuk kam çfarë them, shumë nice. Okej, kalojmë tek foto e radhës që besoj do jetë Francesca apo Ariani. Francesca. Ma shpjego pak fustanin e Franceskës, buzët shumë të kuqe apo vishjen çfarë i bie, flokët me onde të kthyer nga një. Francesca ishte pak too much. Fustani nuk është too much vetes, sepse fustani po ta shikosh ka edhe xhepa, që është i projektuar për të qenë një fustan jo mbrëmje shumë të mëdha apo gala. Fustani i Franceskës shumë i bukur, është një brend australian që mendoj që nëse Francesca do e vazhdoj ta ketë këtë brandin, do jetë shumë gjetje, sepse ka rroba shumë për këtë, shumë për paradite. Pra ka rroba stil paradite. Francesca po, vishet bukur. Po, make-upi pak i rënduar, po mendoj hera e parë ja falim Franceskës. Në vazhdim, mbas sa bisedave që bëm, do jetë pak më aqua sapone në pamje. Po, dhe Francesca e ka fytyrën shumë të pastër dhe i duket realisht edhe shumë bukur pa. Ja ka fal Zoti bukurinë, kështu që nuk ka nevojë për rëndesa. Pa make-up, thjesht me shkëlqyes ku diun. Po, me pak blush, pak rimel edhe është fantastike. Mirë, i fundit besoj do ketë ngelur Arian Konomi. Në episodin e parë ishte veshur serioz, glamuroz.
Arianin e kam shumë qef si personazh dhe edhe nëse vishet keq, nuk them dot që është veshur keq. Nuk është veshur keq, është vesh korrekt. Këmisha mund të për episodin e parë. Këmisha mund të ishte qenë e bardhë. I ka dhënë një lloj serioziteti edhe rikthimit të tij në Top Channel edhe. Mendoj që një pullover mbi supe, një këmish lino, një këmish pak më e derdhur, pantallona pak më oversize, pak fare, jo shumë, do kishte qenë mirë. Edhe çik më të gjata që kur të ulet mos t'i duket ky çikëmbës se ajo është kostum tipik glam, domethënë, nuk është fare për paraditje. Po mendoj që Ariani është safe edhe thashë, vetëm gjë që mund t'i ndroja do ishte këmisha që mund të ishte e bardhë, edhe që t'i jepte pak më shumë dritë, pastaj pjesa tjetër më duket okay. Qartë. Tani nga të gjithë emrat që përmendëm sot në studio, kush të ka lodhur, se kush lodh më shumë edhe kush ta bën më të lehtë punën? Për banorët e Big Brother, besoj se këto jashtë kemi pak më kollaj për t'i menaxhuar. Thashë Lorna është më ngjan pak, ta thash dhe kështu off camera, më duket pak si një Gerta Gxhari, të tipit që ka tendencën për të shkuar pak të gjëra të rënda, që janë pak më old fashion, të tipit jo vintage dhe të bukura, po gjëra që kanë ikë me kohën, si tipi fustaneve me qera, domethënë. Mendoj që Lorna do jetë ajo që do më lodhi pak më shumë, po pastaj ja dalin. Domethënë kur ja kemi dal me personazhe edhe më të çmendur se kaq, mendoj që do ja dalin edhe me këtë. Mirë, falenderoj shumë Desi do që ishe në program edhe punë sa më të lehtë edhe ndriçoj. Faleminderit shumë. Gjithashtu. Mirë, çuna. Në reklama. Mrekulli. Ecim në një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana.